Tani do të ndiqni programin ton. Mjeshtër të dritës dhe hijes, program i cili hedh dritë mbi historinë e fotografisë shqiptare. Ky program bazohet në studimet dhe publikimet e studiuesit të fotografisë Zotit Qerim Vrioni. Rilindja kombëtare, kjo lëvizje e fuqishme dhe gjithanshme politike, shoqërore, kulturore, ushtarake, në përpjekjet e saj për pavarësinë e Shqipërisë, i dha një rëndësi të madhe edhe ngritjes lartë të figurës së Skënderbeut në kulturën dhe artet shqiptare. Krahas shkrimtarëve dhe poetëve, edhe artistët e arteve pamore, nuk mbetën pas në këtë fushë. Në këtë kuadër, përveç piktorëve dhe skulptorëve, edhe fotografët shqiptarë të fillim shekullit të 20 e vlerësuan dhe identifikuan shqiptarizmin me personalitetin e Skënderbeut, duke e trajtuar atë me shumë të drejtë si simbol të kombit të shqiptarëve. Fotografët me intuit e kuptuan se arti i tyre komunikonte më lehtë me publikun se sa piktura dhe skulptura. Për këtë qëllim fotografët shfrytëzuan fotografinë, këtë demokrate të madhe e të heshtur, për të ngritur lart frymën adhetare. Kartolinat postare ishin krijime shumë të përshtatshme të lëmit të fotografisë. Ata përdorën piktura dhe grafika të ndryshme me portretin e Skënderbeut për të krijuar kolazhe që në përgjithësi janë një lloj shkrirje të fotografisë me pikturën, ose foto të ndryshme, duke fonuar një të vetme në forme dhe përmbajtje. Përbën një merit të veçantë të këtyre fotografëve, krijimi i kolazheve si një zhanër të artit fotografik. Ato në fund të fundit përbëjnë fotokomponime të mirëfillta e si të tilla janë të parat në histori të fotografisë shqiptare, të cilat më ndryshe mund t'i quajmë hapat fillestare të instalacioneve ose performancave të sotme. Ato më pas shtypeshin në fotografi të posaçme, dhe pas kësaj shumë fishoheshin në kartolina. Me të dytën, heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu mund të hynte lehtësisht e të mirëpritej në shtëpitë shqiptare, duke u bërë kësaj një figurë familjare. Mjaft kolazhet të asaj kohe vendosnin pranë portretit të heroit ton, portretin e Princ Vidit, mbretit të Shqipërisë të caktuar nga Europa më 1914. Emri i mbretit të ri, mbret do titullohej pas një viti qeverisje, i cili ndonë se nuk njihej ende mirë, u lindi atyre shpresa të mëdha për krijimin e shtetit mbretëror. Shqiptarët e pritën ardhjen e tij me ngazëllimin e ardhjes përsëri të motit të madh të Arbërit, periudha e Skënderbeut, shekulli 15. Nga një pikëshikim tjetër, mbështetja për mbretin e ri tregon vizionin e fotografëve shqiptar në atë kohë të trazuar. Ashtu si edhe të rilindasve të tjerë, përkthimin e Shqipërisë pas 4 shekujve përsëri në familjen europiane. Disa kohë më parë ishte folur për një princ turk në fronin mbretëror shqiptar. Në kolazhet, ashtu si edhe në kartolinat, përveç adetarizmit të spikatur, ndjehet sensi i holl artistik dhe mjeshtëria profesionale. Këndvështrimi estetik, në të dy rastet nuk shfaqet vetëm në pikësynimin fotografik, që edhe ky është në nivel të kënaqshëm, por edhe në tekstet shoqëruese. Ato janë thirrje patriotike, por edhe vargje të zgjedhura adhetare nga pojtë të shuar të rilindjes kombëtare, si dhe këngë me përmbajtje shumë frymëzuese për lirinë e vendit, të cilat sapo kishin filluar të këndoheshin. Një fotokompozim breslënës me ngjyrosje adhetare ka krijuar edhe fotografi i njohur Korçar Vani Burda, 1875-1949, nga kolonia shqiptare e Bukureshtit, i cili kur u kthye në atë 1925, hapi në Korçë një studio fotografike. Ai është autor edhe i fotoplakatit të parë shqiptar, kushtuar 6 dëshmorëve të Ormën Çifligut, 1911, dhe ka sjellë në Shqipëri fotografitë e frashëllinjëve të mëdhenj. Në këtë kolazh shihen të vendosura përballë njëra tjetrës, figura e Skënderbeut e fotografuar nga ndonjë pikturë dhe fotografia e Princ Vidit. Skënderbeun këtu e shohim më tepër si politikan e diplomat, madje edhe si mbret, sesa si luftëtar. Kjo jo vetëm në saj të veshjes civile, por sidomos nga qëndrimi e shikimi. Piktori e si pasojë dhe fotografi e kanë paraqitur me përkrenaren aq luftarake të veçantë që edhe në atë moshë të thyer i ka hije. Ajo është diçka organike e figurës së tij. Mbretin e madh dhe Princ Vidin i ndan dhe i bashkon një shqiponjë dykrenare në fluturim me krah hapur. Ndonë se shqiponja është vizatuar. Thjesht, ajo merr vlera simbolike në kolazh. Si të gjithë shqiptarët në atë kohë, edhe fotografi Burda e priti me gëzim të madh emërimin dhe ardhjen e mbretit të ri.
Mbi kokën e shqiponjës shkruhet: Zoti qoft me ne. Pas 5 shekujsh në robëri, sot Shqipëria e shqiptarëve. Kolazhi është i vitit 1914 e qarkulloi gjatë, si kartolinë postare. Një kolazh tjetër që bashkon Skënderbeun me Vidin, është ideuar dhe realizuar nga Shoqëria Adhetaro-Kulturore Një Tuf Djelmoqa Shkodran, kryetari të cilës ishte fotografi shumë i njohur Kel Marubi, 1870-1940. Këtu portreti i Skënderbeut është fotografuar nga një medalion i bërë në bazë të pikturës së përdorur edhe nga Burda, por këtu profili më vertikal flet për një frymë më të spikatur luftarake. Edhe ndriçimi i medalionit gjatë fotografimit duket mjaft i gjetur. 2 figurat i lidhin krahët e tejhapur të shqiponjës me 2 krerë e me yllin 6 cepësh sipër, dhe fjalët besë e bashkim. Në qendër, poshtë duket skeptri mbretëror me yllin shqiptar 6 këndësh. Djathtas ai mbështetet mbi një pallua, steme rrallë e familjes princërore Vidi, dhe majtas mbi krahun e shqiponjës. Kolazhi prangërthen shumë element me simbolik patriotike. Ai daton vitin 1915, kur princ Vidi kishte disa muaj që ishte larguar, por shpresohej të kthehej përsëri. Ka qarkulluar për shumë kohë brenda dhe jashtë vendit si kartolinë postare. Atelia Marubi në Shkodër e hodhi në tregun ekonomik, por me syni më tepër tregun shpirtëror të shqiptarëve. Në fillim të shekullit 20, edhe një kartolinë ku është fotografuar piktura e Skënderbeut nga piktori i njohur Theohar Gjini, 1880-1956, duke kalëruar e me shpatë në dorë. Në këtë fotografi, Marubi Keli na paraqet Skënderbeun luftëtar në një çast beteje, duke ndjekur armikun me armatimin e tij karakteristik. Nga një pikturë e bukur nuk ka shumë vështirësi të realizosh një fotografi të arrirë. Merita e fotografit këtu qëndron në atë se ai krijon një kartolinë me tendencë të mprehtë adhetare. Karakterin e theksuar patriotik, kartolinës ja shtojnë fjalët në foto ku shkruhet: Rnof Shqipënia e më pas vargjet. Armiku që hangri ove në kambë se deri në buzë të varrit Skënderbeu s'junda. Përsëri Skënderbeu ynë, e përsëri figura e tij për të ngritur lart frymën adhetare. Edhe kjo kartolinë ka qarkulluar në sasira të mëdha dhe parapëlqehej shumë nga shqiptarët për korrespondencë ndërmjet tyre. Piktura e Skënderbeut e Theohar Gjinit e shpalli piktorin në të gjithë vendet ku jetonin shqiptar piktor mëmëdhetar. Konica e quajti shqiptar të kulluar, adhetar të vërtet, shqiptar të urtë, ndërsa Noli e cilsoi piktor të parë të shqiptarisë. Përmendim se në vitin 1927, Kel Marubi ju dhuron shqiptarëve të Amerikës, në pëmjet kryqit të kuq shqiptar, 500 kartpostale të shtypura në Shkodër. Ndërto pjesa më e madhe ishin ato me pikturën e Theohar Gjinit. Një tjetër kartolinë me portretin e Skënderbeut ka realizuar Rishtazi Kel Marubi, i cili ka fotografuar një pikturë të heroit ton ku bie në sy shpata e mbajtur me dorën e djathtë dhe shikimi të kundërt të armës. Në këtë kartolinë kemi portret të heroit që ndryshon shumë nga të zakonshmi. Piktori ka vizatuar atë pa përkrenaren, me një si diadem lulesh mbi kokë, por me shpatën në dorë. Për shtypje të veçantë, këtu krijojnë syt me shikimin e tyre mjaft dinjitoz. Kartolina është e kolanës Kujtim nga Shqipënia dhe shoqërohet me vargjet e njohura të Mihal Gramenos o trima luftëtar o birë të Skënderbeut. Kërkoni ju shqiptar, lirin e mëmëdheut. Piktura, sipas studiuesit Ferid Hudhri, është krijim i skulptorit arbëresh Mikel Trota. Në lëmin e kartolinave të bazuara në kolazhe fotografike të krijuara në gjysmën e parë të shekullit të 20, interesante është edhe ajo e studios Guga dhe Shoku të Tiranës. Në të paraqitet Skënderbeu dhe Zogu parë dhe i takon viteve 30. Skënderbeu është riprodhuar nga ndonjë pikturë e vjetër si luftëtar me përkrenare në kokë, pelerinën dhe dorën e majtë mbi dorezën e shpatës. Edhe mbreti Zog pasqyrohet me grand uniformë ushtarake. 2 figura qëndrojnë brenda elipsave. E mbito duket shqiponja dykrenare e njëjtë me atë të kartolinës së shoqatës Një Tuf Djelmoqa Shkodran, por pa yllin 6 këndësh sipër. Poshtë portreteve shihen 2 flamuj kombëtar të kryqëzuar mbi të cilët është vendosur përkrenarja e Skënderbeut. E anash tyre fjalët besa shqiptare. Në kartolinë flamujt dhe shqiponja janë me ngjyrë të kuqe, ndërsa elipsat e portreteve janë rrethuar me varak të verdh, çka tregon se ajo kish edhe një far luksi për atë kohë. Autorët e kartolinës shihnin me të drejtë tek Zogu mbretin e dytë në historinë e shqiptarëve. Një fotografi tjetër që ka gjetur përdorim si kartolinë është edhe ajo që paraqet bustet e Skënderbeut dhe mbretit Zogu parë. Në mes të tyre mbi një pot të vogël shihet përkrenarja simbolike e Skënderbeut.
e poshtë saj stema e mbretërisë së Zogut. Fotografi deri tani i panjohur, ka zgjedhur buste të mbretërve shqiptar, ku ata janë me uniformë ushtarake si për të mbështetur mendësinë e respektit të madh të shqiptarëve për armët, por sidomos për mbajtësit e tyre. Tjetër kartolinë, më parë kolazh fotografik, me karakter kombëtar dhe me figurën e Skënderbeut, është dhe ajo e hedhur në qarkullim në vitin 1937 me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë. Në të shihen 5 njerëz të shquar të historisë së vendit, 2 shtetar, 2 letrar dhe bashkuesi i tyre Skënderbeu, i cili paraqitet në një monument ekuestër. Shtetarët janë Ahmet Zogu dhe Ismail Qemali, ndërsa letrarët Naim Frashëri dhe Vaso Pasha, barazvlerësimi veçantë dhe i goditur i politikës me letërsinë, çka flet për nivelin e pëlqyeshëm kulturor të fotografit, autor të kolazhit. Kështu, fare qartë del përfundimi se edhe fotografët shqiptar të viteve të para të shekullit të 20 kanë kontribuar me veprimtarinë e tyre artistike dhe patriotike në lëvizjen kombëtare. Kjo është arritur nga ata edhe duke ngritur lart figurën madhore të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i shquar edhe për bashkimin e princave arbër të shekullit të 15. Gazeta Tema, 24 maj 2007, Revista Albanika numër 73, viti 2007 dhe Kuqezi, Bruxelles, Belgjik, 2009, Gazeta Iluria, 13 gusht 2007 dhe Telegraf, 19 janar 2024. Dëgjuat emisionin Mjeshtër të dritës dhe hijes. Unë jam Remi dhe kjo është Bruko Broadcast Radio.